por nuk mund të realizohen ëndrat e tyre tu jetu në Gjermani e tu vendos për në Kosovë. Kështu që ne në realitet i kemi 3 grupe për pikpamjen e temat e cilët kanë kundërthënie. Është një pjesë e madhe qytetare, pa marrë parasysh këty një statistikë që thojnë, po ne jemi dëshmitar dhe është një numër jashtëzakonisht shumë i madh të papunësuarve në Kosovë, e fatkeqësisht që kemi një numër të madh të cilët janë nëpër skema të ndryshme sociale dhe pensionale. Është grupa parë. Është një grup jo shumë e madhe e zyrtarëve publik dhe të punësuar në sektorin privat, e të cilët realisht sipas trusit ku paguhen ato, diku është se 350. Japin shifrat ndryshme 400, po është trusi ai që paguhet edhe diku 350-360.000. Dhe grupa tretë është emigracioni jonë. Këtu është e problemi që unë shoh një kundërthënie mes këtyre 3 grupeve. Janë disa njerëz në Kosovë që thjesht nuk kanë interes për me punua. Kanë interes me qenë nëpër skemat ndryshme. Dhe beso kur i njihun tu i thonë që unë do votoj filan subjekti se mi ka dhënë kaq mjete në fund vitit ose ndrysh ose këtu, unë ose ma ka rrit pensionin për 30 euro, ose ma ka rrit shtesat e fëmijëve për 50%, po të thuja shifrin, mos më thuj 50%, ja kam rrit 10 euro. Po kjo nuk do të na gëzoj neve, sepse ato pare nuk janë pare individuale e askuj, janë taksat tona. Na paguajmë taksa për me na u kthye përmes shërbime dhe ofrimeve tjera. Pastaj është pjesa dytë që janë sektori publik dhe sektori privat, që me thonë drejtën, sektori publik që ndron keq. Kohëve të fundit ne jemi dëshmitar që paga mesatare është diku ka 650 dhe është e vështirë sektorin publik, shërbimi civil me ja dalë deri në fund mujt për arsye sepse na kemi stagnim pagave, rritje çmimeve, po rritje edhe të jetesës. Kështu që është problemi të gjitha tjerat. Çmimet nga ushqimi deri te veshmbathja janë çmime që domethënë rriten në mënyrë rapide, kurse paga është stagnuar dhe atash siç ndoshta dini që nuk është planifikuar me këtë projekt buxhetin që propozoi zoti Kurti, nuk ka qenë propozuar rritja pagës, që ka qenë shqetësim për neve. Dhe është tjetra janë emigracioni që realisht ata kanë një dashni të jashtëzakonshëm për ne si Kosovë, për arsye se kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonisht çmueshëm, por nuk janë njerëz të cilët jetojnë dhe ballafaqohen me këto probleme. Dhe nga njëherë them drejtën, sikur nuk e kuptojnë realitetin këtu. Pa marrë parasysh vullnetin e mirë, qëllimin e mirë, por nuk mund të realizohen ëndrat e tyre tu jetu në Gjermani e tu vendos për në Kosovë. Kosova dhe Gjermania janë diametralisht shumë larg.